Përshëndetje, mirë se erdhët. Shenja e peshores ndikohet shumë tek shëndeti fizik. Prandaj dhe deri tek hëneri do të këshillosh të merrni gjërat në dorë. Pra, të jeni më të kujdesshëm për çfarë konsumoni, sepse edhe Venusi do të jetë në kënde negative gjatë pra drejtuesi juaj do të jetë në kënde negative gjatë kësaj hëne të re. Në qoftë se jeni më të kujdesshëm edhe se si e përdorni energjinë tuaj, se ku fokusoheni, marrëdhëniet që keni me trupin tuaj në këtë moment për këtë arsye janë shumë të rëndësishme, do të këshilloj që të jeni më të vëmendshëm këtu. Nga ana tjetër, pika ku do të kemi një ndryshim kolosal është në mënyrë se ne perceptojmë dhe e prezantojmë veten tonë në ambiente serioze ose në ambiente profesionale. Kjo ka shumë rëndësi, sepse për ju do të thënë një rritje shumë e madhe në karrierë, por nëse përdorni ashtu siç duhet. Nuk mund të them që do të mund ta pengoni rritjen, por do të mund ta zgjasni si periudhë të suksesit. Pra, dhe nëse e ndihmoni dhe ju, jeni disi më të programuar deri tek hënere, do të vini re që të gjitha gjërat pak a shumë do të rregullohen vetvetiu. Ndërkohë që për sa i përket shëndetit, do të kemi energji disi më të ulët, ose më themi disi më të çuditshme, të çorientuar. Një moment mund të kemi energji shumë të lartë, momenti tjetër mund të jemi vërtet shumë të ulët. Prandaj dhe, vërtet që do të këshilloj që të jemi shumë më të kujdesshëm, të marrim gjëra pak më tepër moderitet, të bëjmë aktivitet fizik aq sa duhet, mos e teprojmë, por nga ana tjetër të mos rrim edhe pa e bërë. Edhe kjo ka shumë rëndësi. Dhe një ndër temat më të rëndësishme është ndryshimi tek aspekti jon fizik. Kjo është diçka që vërtet është shumë e rëndësishme për ju në këto momente. Në qoftë se ajo që e ndjeni veten tuaj për brenda nuk e reflektohet jashtë, do të këshilloj me ngurë që të filloni dhe ta përcjellni pra atë çfarë ndjeni vërtet nga brenda. Është një moment shumë i rëndësishëm. Ai pasioni që ndjeni për jetën mund të ndiset edhe më tepër në mënyrë shumë më të fuqishme dhe të shëndetshme nëse e bëni këtë. Dhe për më tepër keni dhe aftësinë që nëse ju jeni vetvetja të mos humbisni kohë dhe energji për të prezantuar në një mënyrë tjetër, pra dhe të fokusohen tek gjërat që kanë rëndësi, që është karriera. Shenja e peshorës ka një rritje kolosale në karrierë, nuk është e pandalshme, do të vazhdoj që të jetë edhe gjatë kësaj hëne të re. Për më tepër që do të kemi mbarimin e të gjitha pengesave që mund të kenë qenë shkaktuar edhe nga kolegët tuaj, ose nga ju vetë, sepse nuk keni qenë të rregullt. Pra nuk keni kujdesur për veten tuaj, për rutinën tuaj ashtu siç duhet, dhe pas kësaj do të kemi një rritje kolosale, sepse të gjitha pengesat që thash do të hiqen nga rruga juaj. Për sa përket shëndetit e përmenda, gjithsesi po e përsëris do i këshilloj me ngurë që të jeni shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin. Çdo gjë që përforcon imunitetin, do i këshilloj që ta bëni vitamina C e të tjerë, i dini vetë. Nëse është e nevojshme, shkoni te doktorët. Shenja e akrepit. Për shenjën e akrepit kjo hënere, çfarë do të thotë? Po e them si fillim, fillimet të reja sentimentale. Lindje të fëmijëve ose lajme për këtë si gjë. Mbarimi i periudhës ku kemi pasur probleme për të vlerësuar veten tonë, ose mbarimi i periudhës ku nuk kemi pasur besim se mund të kryejmë lidhje të shëndetshme. Po them në këtë mënyrë, duke qenë se kemi pasur shumë trauma nga shkuara e të tjerë. Kjo është hënere që do t'i mbaroj të gjitha këto. Kemi fillim në një ciklit të ri, komplet të ri. Shenja e akrepit ka një periudhë të gjatë që është në një rritje të gjatë, por ka një farë periudhe që është në rritje dhe kjo hënere do ta preciznoj këtë. Do të kemi tashmë krijimin e një bazamenti vërtet shumë të fuqishëm, si fillim në anën ekonomike, mbështetje nga familja, ndërkohë që nga kjo hënere do të vijë re edhe një mbështetje shumë e madhe nga pasionet e tyre. Prandaj, nëse keni një hobi ose diçka që ju bën zemrën që të rrahej, në këtë moment do të këshilloj që ta ndiqni, sepse partnerin tuaj të arshëm mund ta gjeni pikërisht nëpërmjet kësaj. Tu bëhet fjalë për gjithë ata që nuk janë në një lidhje. Ndërkohë që për gjithë ata që janë në një lidhje, përsëri do të këshilloj që të ndiqni pasionin tuaj, sepse kjo do të ndihmojë që të ndiqni përsëri atë pasion që keni ndaj jetës dhe detyrimisht do të bëjë që të ndjeni shumë më mirë me veten tuaj dhe të ndihmoni edhe lidhjen në bazë të saj. Pra, të krijoni lidhje shumë më të shëndetshme ose të rigjeneroni atë çfarë keni. Për sa përket lindjes së fëmijëve, që e përmenda pak përpara, kjo do të vijë rreth sidomos tek personat që kanë pasur probleme për të pasur fëmijë. Kjo sepse do të kemi një farë rigjenerimi
dhe kemi mundësit të reja, nuk do thosë se të gjithë personat që kanë pasur probleme për të lindur fëmijë do të lindin fal kësaj hënë të re, po do të ketë shumë persona që do të kenë mundësi të tilla, disa mund edhe të adoptojnë, por në përgjithësi është një rigjenerim në këtë pikë. Kemi edhe fillimin e një periudhe kur do të mund të krijojmë burime për të ardhur materiale shumë të mira. Por më duhet të analizoj, retrograda e Mërkurit vazhdon që të jetë aktive, prandaj çdo investim që bëhet në këto momente duhet të jetë i kontrolluar shumë mirë, i llogaritur shumë mirë, nëse nuk duam që të kemi dëme më vonë. Duke qenë se do të jetë një hënë e re në takim edhe me Neptunin dhe mbi të gjitha është në drejtimin e Neptunit, do t'i këshilloja të gjitha atyre që janë tek shenja Akrepit dhe kanë probleme në një mënyrë ose në tjetër me bartësitë, jemi edhe më të kujdesshëm. Sepse dhe mund të egzagerohet nëse nuk jemi të kujdesshëm, por pjesa më e rëndësishme është se mund të marrim shërim. Duke qenë se bartësia është sëmundje, edhe kjo mund të ketë shërimin e saj. Prandaj, këtë si periudhë do të këshilloj që ta përdorim pikërisht në këtë aspekt. Shenja e Shigjetarit. Për shenjën e Shigjetarit është një shenjë ndryshueshme detyrimisht ka indikim vërtet shumë të fuqishëm. Kemi një kënd negativ të drejtuesit tuaj me Venusin, i cili është vendosur tek shtëpia e dashurive të reja, prandaj dhe mund të keni pak a shumë një luftë të brendshme, sidomos për lidhje që sapo kanë filluar ose kur nuk jeni të sigurt nëse personi përballë ndjen apo s'ndjen të njëjtat gjëra me ju, ose në disa raste kur shumë i ngjashëm me një person që keni pasur të shkuarën, dhe të gjitha këto mund të krijojnë një farë trysnie ose në disa raste mund të krijojnë edhe një farë konsumi shumë më të madh. Pothuajse në çdo aspekt, por në përgjithësi këtë konsum mund ta vëmë re në lidhje me argjimet ose për pak a shumë më tepër qef. Kjo detyrimisht mund të krijojë edhe dëme në të ardhurët materiale, ndërkohë që përtej kësaj, pika ku kemi ndikime shumë të fuqishme dhe pozitive është në lidhje me marrëdhëniet familjare dhe me karrierën tonë. Për shenjën e Shigjetarit kemi vendosin e pikave mbi i. Pra, në qoftë se deri në këtë moment nuk kemi qenë të sigurt nëse duam apo s'duam që të jetojmë tek banesa ku jemi apo tek qyteti ku jemi në disa raste, nëse jemi nuk e dinim nëse jemi duam apo s'duam që të vazhdojmë tek puna ku jemi, pra në lidhje me karrierën. Kjo do thotë që mund të marrim vendime shumë më të shëndetshme. Kemi mbarimin e periudhës ku jemi të pasigur pra në lidhje me këto tematika, dhe si rrjedhoj kemi një farë rilindje për ju. Është ndikim shumë më pozitiv, kemi fillime edhe të familjeve të reja, si rrjedhoj mund të kemi edhe propozime për martesë, madje në disa raste mund të marrim edhe lajme për lindjen e fëmijëve. Kjo hënë e re do të thotë mbi të gjitha ringjalljen e shumë ndjenjave, pasioneve të cilat mund të kemi qenë pak a shumë të detyruar që t'i lëmë pas dore, sepse kemi pasur shumë hall dhe probleme në jetën tonë, por fal kësaj hëne të re do të kemi edhe kohën, edhe mundësinë që t'i risjellim në jetën tonë, pra të sillim përsëri në jetën tonë. Kemi edhe përdorimin e përkryer, mund të them, edhe të aftësive dhe të logjikës tonë në gjatë periudhe, duke qenë se kemi edhe disa kënde pozitive të Jupiterit si me Marsin, po ashtu edhe me Pallasin, i cili është përdorimi shumë pozitiv i logjikës. Kjo do thotë që kemi edhe aftësi vërtet shumë të mëdha shpirtërore në këto momente, pra intuita është vërtet shumë e lartë. Por e përsëris për të gjithë personat të cilët janë tek shenja e Shigjetarit, se kanë vendosje këtu, dhe janë në periudhën e sidomos trimestrin e parë të shtatzanisë, do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm. Shenja e Bricjapit. Për shenjën e Bricjapit, kjo hënë e re do të thotë një prezantim i ri në botë. Kemi një fuqizim vërtet shumë të madh të identitetit tonë. Një ndihmë shumë të madhe edhe nga sistemi, po ashtu edhe nga njerëzit që kemi të ngushtë, familjarët tanë, po ashtu më tepër, mund të them vëllezërit dhe motrat tanë, po ashtu edhe rreth jonë i ngushtë. Për shenjën e Bricjapit, kjo hënë e re do të thotë fillime të reja, udhëtime të reja, krijimi i bizneseve të reja, i kontratave të cilat do të thonë dhe të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Çdo gjë që në këto momente nuk jeni posesiv, vjen në jetën tuaj, çdo gjë që
pak a shumë deri në këtë moment e kishit humbur shpresën, rikthehet në jetën tuaj, është ndikim vërtet shumë i madh pozitiv për shenjën e Briciapit. Pak më tepër që kjo hënë e re do të jetë edhe në takim me drejtuesin tuaj që është Saturni, domethënë edhe fillimet të reja në lidhje me familjet. Pra edhe për ju mund të kemi martesa ose propozime të tilla, mund të marrim lajme se persona të cilët i kishin humbur shpresën do të bësh me fëmijë, mund të bëhen me fëmijë e të tjerë. Është ndikim vërtet shumë i madh pozitiv për ju. Ndikimi vetëm që do të këshilloj që të jeni më të kujdesshëm është informacione që lejoni që të, ose më themi, inputi ose sa lejoni që të ndikoheni nga fjalët që thon familjarët tuaj kundrejt në partneres tuaj ose partnerit tuaj dhe anës tjetrës. Pra, marrëdhëniet familjare do t'i mbani më vete, ndërkohë që marrëdhëniet që janë me partnerin tuaj do t'i mbani më vete. Është në një ndikim që e thash edhe gjatë kësaj jave, do të vazhdosh të jetë aktiv gjatë gjithë këtyre 10 ditëve në vazhdim. Do t'i këshilloj që thjesht i vëzhgoni këta persona, sepse në fund të kësaj periudhe do të kuptoni shumë mirë se kush është person, se cilët janë këta persona të vërtet, më të themi, dhe të mund të përzini, të vendosni se çfarë do të bëni me këtë informacion që do të merrni, pra. Ndërkohë që për sa i përket harxhimeve, për shtëpi nuk do t'ju këshilloja në këto momente, është diçka që mund të pendoheni më vonë. Mund të zgjidhni shumë gjëra që janë i te kalojnë buxhetin tuaj dhe janë të panevojshme, prandaj vërtet që nuk do t'ju këshilloja. Vendime impulsive për të krijuar lidhje në këto momente nuk do t'ju këshilloja. Pra një person që nuk e njihni fare të fillon të krijoni lidhje nuk do t'ju këshilloja, dhe e njëjta gjë është edhe në lidhje me të merrni vendime për martesë kur me një person që sapo e keni njohur, dhe këtë nuk do t'ju këshilloja. Por ata që e njihni, që keni vite që e njihni, domethënë është diçka tjetër për përsëris. Pak më tepër do të kuptoni dhe fytyrën e vërtet të shumë personave në këto momente, prandaj pse jo. Okej, shenja e ujorit. Për shenja e ujorit, kjo hënëre do më thënë fillimet të reja në të ardhët materiale, një vlerësim i ri i jetës, një vlerësim i ri i vetes dhe pranimi në jetën tuaj i gjërave të cilat janë vetëm i gjërave më të themi që janë në përputhje me vlerat tuaja. Është një ndikim shumë i madh pozitiv për ju, domethënë rilindje në një farë mënyre, sepse është edhe periudha ku të gjitha mësimet që i morët nga eklipsi i diellit tashmë do të fillojnë që t'i zbatoni. Jeni për persona më të aftë, jeni për persona që jeni më përzgjedhës dhe mbi të gjitha gjatë kësaj hëne të re do të keni një mbështetje shumë të madhe edhe nga drejtuesi juaj, i cili është e vendosur tek shtëpia e familjes, e shtëpisë banesës, dhe ka një ndikim të drejtë për drejtë edhe në rritjen tuaj në karrierë. Si rrjedhë ka një ndikim shumë të madh edhe tek të ardhurat materiale. Edhe për ju intuita shumë e lartë, mbi të gjitha keni një imagjinat vërtet shumë të zhvilluar në këto momente. Nuk mund të them që është tamam imagjinat, sepse arrini që të analizoni se si mund të rrjedhi ngjarjet. Pra, prandaj keni aftësinë që të bëni investime shumë më të dobishme. Këtë thash gjatë parashikimit javor që bëra. Pra, investimet e kontrolluara, rrisjet e kontrolluara në këto momente për ju janë shumë të këshillueshme. Gjithsesi, duke qenë se keni një vlerësim shumë të lartë, një ndër gjërat që do t'ju këshilloja do të ishte që të zgjeroni pak më tepër rrethin tuaj shoqëror. Por të përzgjidhni shumë mirë fjalët që përdorni kundrejt kolegëve tuaj, sepse kjo është pika juaj pak a shumë që mund të çaloni, mund të thoni fjalën e gabuar ose në disa raste mund të flisni më tepër se çfarë duhet. Planet që keni në këtë moment nuk do të këshilloj thjesht ndanit me asnjëri. Personat e vetëm tek të cilët mund të keni besim janë familjarët tuaj, por gjithsesi këshilla ime do të ishte që të mos i ndani me njëri, tip ndani pasi ti keni realizuar, pra sepse keni një aftësi vërtet shumë të madhe krijuese në këto momente. Në lidhje me karrierën, për ju është një periudhë që vjen rritje nga qetësia. Pra në qoftë se i mbani gjërat pak a shumë, i planifikoni mirë, krijoni atë qetësinë që ju nevojitet shpirtërore, fizike dhe në ambient, keni një aftësi kolosale për të rritur në karrierë. Do të dalin përpara disa mundësi që as ju vetë nuk i mendoni që do të vinin, sepse në këto momente kemi një mbështetje kolosale. Për shëndetin, mund të them që në përgjithësi jeni mirë. Për shëndetin mendor, e di që mund të jeni pak të lodhur në këto moment, sepse ka qenë sistemi nervor i prekur,
por ato çfarë keni pasur pasojat pra te eklipset në përgjithësi do thoni duke u zbutur deri tek hënë e re. Pas hënës së re vërtet që çaj mund të keni pasur jo dhimbje fizike, sidomos te trysni që mund të keni deri tek sistemi juaj nervor nuk do t'i ndjeni më. Përkundes do të keni një farë çlirimi sepse siç e thash ka një kënd pozitiv me Uranin kjo hënë e re. Në lidhje edhe me lidhje me shëndetin, pra jeni mirë në përgjithësi. Gjithsesi që të jemi të kujdesshëm, të jemi të kontrolluar, të kemi një rutinë të shëndetshme, është e këshillueshme për të gjithë. Shenja e peshëve. Kjo hënë e re është tek shenja juaj. Është tek gradet e fundit të shenjës tuaj, tek gradet parafundit më mirë të themi, prandaj ka një ndikim shumë të fuqishëm. Jo vetëm sepse është në gradet e fundit, por sepse është edhe në takim me Neptunin, që është drejtuesi i shenjës tuaj. Prandaj dhe për ju nuk ekziston më mjegulla. E vetmja arsye që mund të ekzistojë është sepse ju nuk doni të shikoni realitetin ashtu siç është. Dhe mund të futeni vetë jo në rolin e viktimës, por sistemi nuk ja u lejon më. Vërtet që nuk ja u lejon më. Jemi futur në fazën ku ju duhet të rriteni, ku duhet të hiqni nga jeta juaj gjëra që nuk janë të shëndetshme, ku duhet të nxjerrni në skenë karakterin tuaj të vërtet, identitetin tuaj, i cili është një person i cili është shumë i fuqishëm, që i tregon botës që nuk është indikuar nga dallgët sepse është vetë oqeani. Prandaj dhe shenja e peshëve nga kjo hënë e re ka një rritje kolosale, vërtet kolosale. Është e pashmangshme, e vetmi person që mund ta shmangni, që mund ta pengojë këtë rritje më të themi jeni ju. Por siç e thash, pavarësisht jush, sistemi do t'ju drejtojë aty ku duhet të shkoni. Kemi një pasion vërtet shumë të madh ndaj jetës dhe mbi të gjitha intuita është vërtet shumë e lartë. Kemi mbarimin në një periudhë që ka qenë shumë e lodhshme në lidhje me shëndetin fizik. Për të gjithë ata që nuk kanë pasur probleme tek shëndeti fizik, por kanë pasur probleme në anën e tyre shpirtërore, sepse mund të kenë një lodhje vërtet shumë të madhe këtu, sidomos në lidhje me problemet që kanë qenë të shkaktuara nga partnerët ose nga familjarët e tyre. Kjo hënë e re do thonë mbarimin e tyre. Do të kemi dalë në skenë të një individi i cili është shumë më i fuqishëm, më i fortë më të themi në karakter dhe është më stoik. Prandaj shenja e peshëve nga kjo hënë e re del goxha mirë, goxha i fuqizuar. Një ndikim që normalisht do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm është harximet, sepse mund të konsumoni shumë më tepër se çfarë duhet. Në këtë rast vërtet që mund të blini gjëra pafund, gjëra që nuk ju nevojitet. Kjo për të mbushur pak a shumë atë si bie mbrima që keni brenda në zemër, domethënë, sepse mund të mos keni marrë vlerësimin që ju dëshironit nga personat të tjerë. Por pjesa më e rëndësishme ose një nga arsyet që mund ta shkaktoj më tepër këtë është nëse nuk keni pasur një person në jetën tuaj për një periudhë të gjatë, ose nëse personi kundrejt të cilit keni ndjenja nuk ja u kthen në të njëjtën mënyrë, atëherë mund të bëni harxime të panevojshme thjesht sepse ndjeni veten të pavlerësuar. Kjo është diçka që vërtet do të këshilloj që të jeni të kontrolluar. Nuk është diçka shumë e vështirë, por është diçka që mund t'ju bezdisë, domethënë, dhe mund të ngadalsoj këtë rrjedhën pozitive që kemi në këto momente. Ndërkohë që investimet e kontrolluara edhe për ju janë të këshillueshme. Duke qenë se Merkuri është tek shenja juaj, keni një intuit vërtet shumë të lartë, lidhja me ndërgjegjen e kolektivit është më e lartë tek shenja juaj. Mbi të gjitha keni dhe aftësi vërtet shumë të mëdha për të ndërtuar jetën që dëshironi, sepse intuita shumë e lartë, siç e thash, dhe mbi të gjitha merrni informacione, downloadime të vazhdueshme nga sistemi, nga universi në këto momente. Pak a shumë janë pa filtra tek ju, domethënë ta rrini që ta kuptoni shumë mirë se çfarë po thuhet dhe cilat është gjëra që duhet të investoni, cilat janë personat, cilat janë në disa raste dhe situatat ku duhet të kaloni më tepër kohë në mënyrë që të keni një rritje më të madhe. Keni aftësi që të jeni të përgjegjshëm, mjafton që ta bëni këtë. Faleminderit të gjithëve që morët pjesë, dëshirojmë përsëri ditën e premte, që është fikse, pjesën tjetër shohim. Shumë faleminderit, natën e mirë. Pafshim.